Përfaqësuesja e SBA-ve në Kombet e Bashkuara Tammy Bruce në seancën e mbajtur për Kosovën të enjte në New York është kujdesur që t'i përçojë disa mesazhe të forta për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Bruce ka thënë se presidenti amerikan Donald Trump dhe populli amerikan po vëzhgojnë me kujdes dhe po presin se si do të ecin përpara Kosova dhe Serbia. Ajo thotë se SBA shpresojnë të shohin teksa Kurti dhe Vučić ulin tensione dhe ulën në tavolinë duke potencuar se Washingtoni do të punojë afër me lider që shohin nga e ardhmja dhe jo nga e kaluara. Presidenti Trump dhe amerikanët po dëgjojnë me kujdes që ju të zotojeni qartë për të punuar dhe për të bashkëpunuar së bashku. Ne shpresojmë që të dyja palët do t'i ulin tensionet dhe do të ulen në tavolinë. Ne do të punojmë nga afër me lider që shohin nga e ardhmja jo nga e kaluara, me dialog të vërtet dhe jo teatër, ka thënë zëvendës përfaqësuesja amerikane në OKB, duke përsëritur se SBA-t mbeten të përkushtuar për të mbështetur stabilitetin në Kosovë e Serbi, në mënyrë që të ruhet stabiliteti në rajonin e Ballkanit. Populli i Kosovës dhe populli i Serbisë janë miqtan, ata meritojnë të ardhme që përkufizohet nga siguria, mundësitë ekonomike dhe marrëdhëniet fshinjësore, jo me tensione politike apo me probleme të ricikluara, ka thënë mes të tjerash ajo. Ekipi i Kosovës deklaroi se nuk pret normalizim të marrëdhënieve me Serbinë. Pa llogaridhënie të qartë për sulmet në Banjsk dhe Ibër Lepens dhe garanci për ndalje të agresionit, ndërsa ekipi i Serbisë ka akuzuar qeverinë e kryeministrit Albin Kurti për shtypje të zërit të serbëve lokal. Kosova akuzon Serbinë për kryerjen e të dyja sulmeve, ndërsa Beogradi mohon gjithçka. Në ndërmjetësimin e BE-s, Kosova dhe Serbia po dialogojnë për normalizim marrëdhëniesh prej vitit 2011, mirë po jo të gjitha marrëveshjet e arritura janë zbatuar. Shefi i misionit Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, ka përmendur një mori proceses që kanë marrë vëmendje në Kosovë muajt e fundit, nisur nga konstituimi i kuvendit, formimi i qeverisë dhe çështja e presidentit, duke bërë thirrje që kjo fundit ketë epilog shpejt dhe që të shmangen zgjedhjet e reja. Ai tha se shpreson që kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić të takohen në një të ardhme të afërt në Bruksel. Si SBA-t ashtu edhe Kosova kanë insistuar që puna e misionit të UNMIK-ut në Kosovë ka mbaruar, ndërsa Serbia ka insistuar në vazhdimin e punës së tij. UNMIK vepron sipas rezolutës 1244 të organizatës OKB-s, e cila ka qenë kompromis midis vendeve perëndimore dhe Rusisë për t'i dhënë fund konfliktit në Kosovë. Ky mision është neutral ndaj statusit të Kosovës, ndërsa pas shpalljes së pavarësisë së vendit në shkurt të vitit 2008, UNMIK-u ka bartur të gjitha kompetencat tek institucionet vendore.